Big Brother VIP Albania 5 ka kaluar 100 ditë qëndrimi në shtëpi. Sot pritet të zbulohet se kur do të jetë finalja e madhe dhe sa finalist do të ketë ky sezon. Sa më shumë i afrohemi finales, aq më të nxehta bëhen debatet mes banorëve. Ndërsa në televotim janë Edisa, Mal dhe Shëndriti. Shëndritit i u dha kutia e Pandorës, ku ai duhej të dërgonte në televotim 3 persona së bashku me veten. Në sondazhin e zona VIP, me pyetjen "Kë doni të shpëtoni?", kemi këto rezultate. Në vend të parë, me 40% të votave, publiku shpëton Shëndritin. Në vend të dytë, Mali, me 36% të votave. Në vend të tretë, Edisa, me 24% të votave. Edisa është banorja që rrezikon më shumë daljen nga shtëpia sot, si më pak e votuara. Gjithashtu, ajo është ndër banorët që kanë hyrë më vonë në shtëpi. Po ju, kush mendoni se do të largohet sot? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.